Gazetari Basir Çollaku komenton hetimet që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të lartë të drejtësisë dhe politikës në vend. Ai thekson se pas çdo vendimi dhe veprimi qëndron kryeministri Edi Rama pavarësisht se kush mban pozitat kryesore. Çollaku ka përmendur se në struktura si BKH, KLG, KLP dhe SPAK janë punësuar familjarë të zyrtarëve të lartë, duke e vënë në dyshim besueshmërinë dhe cilësinë e hetimeve. Klotilda Bushka në këtë rast është Edi Rama, por ositë e marra prej tyre janë të kryeministrit, pavarësisht se kush është në postin përkatës. Përveç kësaj besoj se duhet jenë në hetim dhe në prag të marrjes të pandehur ose mund të jenë marrë. Qoftë Bushka, qoftë Llagami, për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Së paku si akuzë sepse hetimet për ndikimin në drejtësi si këtu kemi dhënë shpeshherë, për nepotizmin në lidhje me BKH-n, për të gjithë familjarët që janë nga KLG, KLP, SPAK, të gjitha institucionet e drejtësisë kanë çuar familjarët e tyre në byron kombëtare të hetimit. Një përqindje e lartë e konsiderueshme tregon se besueshmëria e hetimeve dhe cilësia e tyre ndikohet ndjeshëm. Përveç kësaj ka edhe zyrtarë të tjerë, deputet apo në oborrin e kryeministrit, zyrtarë shumë të rëndësishëm të cilëve u janë sekuestruar pajisjet elektronike, në këtë rast kompjuterët për të hetuar ndikimin e paligjshëm në këto institucione, edhe përpjekjet e tyre për të zhbërë këto institucione, për t'i kapur në mënyrën më të duhur të mundshme. Jo se nuk kanë ndikim kanë pasur me shumicë dhe kanë akoma. Hetimi është i thelluar nga njerëz me emra të cilët mund të kërkohen dhe imunitete gradualisht, ose veprime të tjera sepse më duket se shpërndarja e parlamentit ka sjellë pasoja të zbutura juridike për veprime, por janë edhe njerëz të rëndësishëm të marrë me reformën që kanë qenë eminencat e kryeministrit, që kanë draftuar këtë reformë, kanë ndikuar në këtë reformë, se duhet hetuar në kompleks, thot Çollaku.